apo jo? Po. Në këtë ngushticën e Gibraltarit, tani më shpjego pak të lutem se duket goxha distancë për notë. Distancën me shifret, them të Jo, e drejtën, kuptoj, por ndoshta është ajo rruga që ne dim që shkohet deri afër bregut me gomone dhe aty pastaj hidhen njerëzit në det, se ka dhe një fëmijë pjesë e rrugës është bërë me gomone, pastaj janë hedhur në det, po nga që thonë media ndërkombëtare, shumica kanë notuar. E frikshme, shikojmë edhe njerë ju lutem që ta kemi të qartë. Pra këta njerëz, Koveri është flet sa 1000 fjalë, sa do të bëjmë ne koment. Ata njerëz notojnë në këto distanca që ne shohim për të mbritur brigjet spanjolle, sepse automatikisht hynë në territor të Bashkimit Evropian, kanë qenë pikërisht gjykatat që kanë vendosur që njerëzit që vinë nga deti në këto dy ishuj të vegjël, dy territore spanjolle, pavarësisht se janë afër Marokut së Spanjës, që janë Ceuta dhe Melilla, në të dyja këto territore, gjykata ka vendosur që në qoftë se vinë njerëz nga deti nuk kthehen në territorin maroken. Kaq ka mjaftuar që grupet e trafikimit të njerëzve, po edhe njerëz pa shpresë që duan Bashkimin Evropian, duan tokën e premtuar, të nisen me not drejt këtyre territoreve me shpresën që do të pranojnë automatikisht tashmë në territorin e Bashkimit Evropian. Shumica 48.000 duket se janë kthyer deri tani me vullnet. Po, kanë shprehur dëshirën për të kthyer. Dalim pak të reagimin Shteteve të Bashkuara? Reagimi Shteteve të Bashkuara ka qenë, le të themi, i pritshëm deri diku. Ndosë sekretari i Shtetit Marco Rubio ka shprehur mbështetjen për qeverinë spanjolle, ai njëkohësisht ka kritikuar atë, duke thënë se kjo situatë vjen si pasojë e politikave liberale të shtetit spanjoll. Dhe nëse e shohim si deklaratë, ajo është shumë e ngjashme në mos identike me deklaratët të mëparshme të bëra qoftë nga zoti Rubio, qoftë nga presidenti Trump, drejtuar Evropës, që me tolerimin masiv të emigracionit po humbet identitetin e vet. E qartë. Mirë, duket se situata është në kontroll, janë mbi 48.000 prej këtyre 60.000 që kanë mbritur kanë nisur procedurat e kthimit, sepse duket që situata duhet jetë e tmerrshme. Më kujtohet Lampedusa, na kujtojnë situata të tilla migratore të njerëzve që apo ishujt në Greqi, ku situatat kanë dalë jashtë kontrollit në kampet e pritjes, dhe duket se pikërisht kjo lloj ajo çfarë kanë gjetur në territorin spanjoll i ka detyruar sidomos familjar, siç e thash, janë imazhe që ne jemi shumë mirë, njerëz familjar të cilët duan të kthehen mbrapsht sepse ajo që kanë gjetur është shumë larg se asaj që është premtuar, njerëz që ndoshta e paguajnë këtë rrugë, se këtu duhet parë dhe ndoshta do të kemi në edicione të tjera dhe në informacione të tjera njerëz që paguajnë trafikantët për të hyrë, njerëz që lënë shpenzimet e një jete aty, një film i parë për ne shqiptarët.